Bijtë e bekuar të Zotit, faleminderit që jeni këtu. Qëndroni me ne deri në fund për të marrë bekimin tuaj. Diçka po ndodh brenda shtëpisë tënde. Diçka e heshtur, pothuajse e padukshme, por jashtëzakonisht e fuqishme. Nuk ke dëgjuar zhurma, nuk ke parë shenja të qarta. Megjithatë, diçka ka ndryshuar. Po sikur të thosha se Zoti ka filluar të veprojë, por në një mënyrë që vetëm pak njerëz arrin ta kuptojnë. Shumica pret mrekulli të mëdha, shenja në qiell, ngjarje tronditse. Por e vërteta është ndryshe. Shenjat më të rëndësishme janë më të heshturat. Sot do të zbulosh 3 shenja të fshehura brenda shtëpisë tënde, që tregojnë se një ndryshim shpirtëror po afrohet. Një transformim që mund të ndryshojë gjithë jetën tënde. Por ki kujdes, nëse injoron këto shenja, mund të humbasësh momentin kur gjithçka fillon të ndryshojë. Qëndro deri në fund, sepse shenja e fundit është më e fuqishmja, dhe ndoshta tashmë po ndodh tek ti. Ndonjëherë, ndryshimet më të mëdha nuk fillojnë me zhurmë. Ato fillojnë me një ndjenjë. Një ndjenjë që diçka në shtëpinë tënde nuk është më si më parë, jo në një mënyrë të keqe, por në një mënyrë të thellë, të qetë, pothuajse të shenjtë. Mund të kesh vënë re se ambienti është bërë më i butë, ajri duket më i lehtë, edhe heshtja nuk është më e njëjta. Kjo është shenja e parë. Është një ndryshim energjie që nuk shpjegohet me logjik. Është sikur një prani e padukshme ka hyrë, jo për të trembur, por për të mbrojtur. Në shumë tradita shpirtërore, besohet se kur një mrekulli po afrohet, hapësira rreth teje fillon të pastrohet. Energjitë e vjetra largohen dhe diçka e re fillon të vendoset. Dhe vendi i parë ku kjo ndodh është shtëpia jote. Nëse ke ndjer një qetësi të pazakontë, një paqe që vjen pa arsye, mos e injoro, sepse kjo mund të jetë prova e parë që diçka e madhe po përgatitet për ty. Ndonjëherë, shenja nuk vjen nga ajo që sheh, por nga ajo që ndjen brenda vetes, pa asnjë shpjegim. Ke përjetuar ndonjëherë një moment kur je në shtëpinë tënde, gjithçka duket normale, por papritur ndjen një emocion të thellë, jo frikë, jo trishtim, por diçka më e thellë, një lloj prekje shpirtërore. Kjo është shenja e dytë. Është sikur zemra jote reagon ndaj diçkaje që sytë e tu nuk mund ta shohin. Një vale papritur qetësie, ose edhe emocioni, që vjen pa paralajmërim. Disa njerëz e përshkruajnë si një ndjesi që dikush po i vëzhgon, por jo në mënyrë të frikshme, në një mënyrë mbrojtëse, e dashur, hyjnore. Në shumë besime shpirtërore, kjo ndodh kur energjia hyjnore afrohet pranë teje, jo për të provuar, por për të përgatitur, sepse para çdo mrekullie, zemra është vendi i parë që e ndjen. Nëse ke përjetuar këtë ndjesi kohët e fundit, mos e injoro, sepse mund të jetë një thirrje e heshtur, një sinjal që diçka e madhe po afrohet drejt jetës tënde. Jo të gjitha shenjat janë vetëm ndjenja. Disa fillojnë të shfaqen edhe në botën fizike, por ato nuk vinë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ato janë të vogla, të lehta për t'u anashkaluar, dhe pikërisht për këtë arsye, shumica nuk i kupton. Ke vënë re ndonjëherë drita që ndryshon papritur në shtëpinë tënde? Jo një problem teknik, por një ndryshim i çuditshëm, i butë, pothuajse i gjallë, ose ndoshta objekte që duken sikur janë zhvendosur lehtë, pa asnjë arsye të dukshme? Kjo është shenja e tretë. Nuk është diçka për t'u friksuar. Përkundrazi, në shumë tradita shpirtërore, këto konsiderohen si sinjale të një pranie që përpiqet të tërheqë vëmendjen tënde. Jo për të trembur, por për të zgjuar. Është një mënyrë e heshtur për të thënë: shiko më thellë, diçka po ndodh. Sepse kur energjia ndryshon, ajo nuk prek vetëm shpirtin, por edhe hapësirën rreth teje. Nëse ke parë këto shenja, edhe për një moment të vetëm, mos i shpërfill, sepse mund të jenë prova që mrekullia nuk është më larg, ajo tashmë ka filluar të afrohet. Deri tani ke parë shenjat, i ke ndjer, ndoshta edhe i ke përjetuar. Por pyetja më e thellë është kjo: kush qëndron pas tyre? Sepse këto nuk janë thjesht ndryshime të rastësishme, nuk janë iluzione dhe as imagjinat. Në shumë tradita shpirtërore, besohet se kur një mrekulli është afër, një prani e padukshme fillon të afrohet me butësi, jo për të ndërhyrë me forcë, por për të udhëhiqur në heshtje. Disa e quajnë këtë prani një engjëll mbrojtës,
Të tjerë e ndjejnë si dorën e Zotit që vepron pa u parë, por pavarësisht emrit, ndjesia është gjithmonë e njëjtë, një mbrojtje e padukshme, një qetësi që nuk shpjegohet, një ndjenjë se nuk je më vetëm. Dhe kjo është ajo që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Kur këto shenja fillojnë të shfaqen në jetën tënde, është sepse diçka ose dikush tashmë është pranë teje, jo për të gjykuar, por për të çuar drejt asaj që është e shkruar për ty. Nëse e ndjen këtë prani, edhe në mënyrën më të vogël, mos e injoro, sepse mund të jetë prova më e fortë që mrekullia jote nuk është më vetëm një premtim, por një realitet që po afrohet. Por ka diçka që duhet ta kuptosh, dhe shumë pak njerëz flasin për këtë. Jo të gjithë që shohin shenjat arrin t'i ndjekin ato, sepse ndonjëherë frika është më e fortë se besimi. Kur fillon të ndjesh këto ndryshime, mendja përpiqet t'i mohojë, të bindë se është rastësi, se nuk ka asgjë të veçantë. Dhe pikërisht aty, shumica gabon, sepse kur injoron shenjat, nuk ndalon atë që po vjen, por humbet mundësinë për ta kuptuar dhe për ta përqafuar atë. Mrekullit nuk zhduken, por mund të kalojnë pranë teje pa i vënë re. Dhe më pas, vjen ajo ndjenjë që shumë e njohin. Diçka ishte afër, por nuk e kapa. Kjo nuk është për të friksuar, është për të zgjuar. Sepse tani, ti je në një moment shumë të rrallë. Një moment ku je duke parë atë që shumë nuk e shohin, duke ndjer atë që shumë nuk e ndjejnë. Prandaj mos u tërhiq, mos e mbyll veten, qëndroj i hapur, qëndroj i vetëdijshëm, sepse ajo që po vjen drejt teje kërkon vetëm një gjë, që ti ta pranosh. Dhe kur ta bësh këtë, gjithçka mund të ndryshojë shumë më shpejt nga sa mendon. Dhe tani, ndalo për një moment dhe mendo për gjithçka që ke kaluar. Çdo vështirësi, çdo zhgënjim, çdo natë kur je ndjer i lodhur dhe pa përgjigje. Asgjë nga këto nuk ka qenë e kotë. Sepse shumë herë, para një ndryshimi të madh, jeta bëhet më e rëndë. Jo për të thyer, por për të përgatitur. Dhe nëse këto shenja kanë ardhur tek ti tani, kjo do të thotë vetëm një gjë. Ti ke arritur në një pikë kthese. Një moment ku gjithçka mund të fillojë të lëvizë në drejtimin e duhur. Një moment ku ajo që dukej e mbyllur fillon të hapet. Mund të jetë një mundësi që nuk e prisje. Një zgjidhje që vjen pa pritur, ose një ndryshim i brendshëm që të jep forcë të re. Kjo është fuqia e asaj që po ndodh me ty. Jo një ndryshim i zakonshëm, por një ngritje. Dhe edhe nëse nuk e sheh ende plotësisht, shenjat janë prova që rruga është duke u ndërtuar para teje. Prandaj beso, edhe në heshtje, sepse shumë shpejt do të fillosh të shohësh me sytë e tu ato që tani vetëm e ndjen në shpirt. Nëse ke arritur deri këtu, kjo nuk është rastësi. Ndoshta mendon se thjesht po shikon një video, por në realitet, kjo mund të jetë një mesazh për ty. Sepse jo të gjithë do ta dëgjojnë këtë. Jo të gjithë do të ndihen të prekur në këtë mënyrë. Por ti, ndale, dëgjove, ndjeve diçka. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Sepse ndonjëherë, Zoti nuk flet me zë të lartë. Ai flet përmes ndjenjave, përmes momenteve të qeta, përmes atyre fjalëve që duket sikur janë thënë pikërisht për ty. Dhe ndoshta, pikërisht tani, po ndjen se diçka brenda teje po zgjohet. Një besim i ri, një shpresë që nuk e kishe më parë. Një ndjenjë që diçka e mirë është më afër se kurrë. Mos e injoro këtë. Sepse kjo mund të jetë pika ku gjithçka fillon të ndryshojë për ty. Jo nesër, jo një ditë tjetër, por shumë shpejt. Dhe kur të ndodh, do ta kujtosh këtë moment. Do ta kujtosh këtë ndjesi dhe do ta kuptosh se gjithçka filloi pikërisht këtu. Dhe tani, gjithçka bëhet më e qartë. Shenjat që ke ndjer, qetësia që të ka përfshirë, ajo ndjenjë e heshtur që diçka po vjen, nuk kanë qenë rastësi. Ato kanë qenë një udhëzim, një përgatitje, një thirrje për të hapur syt dhe zemrën, sepse mrekullit nuk ndodhin vetëm për disa njerëz të zgjedhur. Ato ndodhin për ata që janë gati t'i pranojnë. Dhe nëse ti je ende këtu,
duke dëgjuar, duke ndjer, duke reflektuar. Kjo mund të jetë prova më e fortë që ti je një prej tyre. Mos e lër këtë moment të kaloj si çdo tjetër. Mos u kthe në të njëjtën gjendje si më parë. Merr këtë si një shenjë, një fillim i ri, një drejtim i ri, një kapitull i ri në jetën tënde. Dhe nëse kjo video të preku, nëse ndjeve diçka të vërtet brenda vetes, bëj një hap të vogël por të rëndësishëm. Abonohu në kanal, sepse këtu nuk janë thjesht fjalë. Janë mesazhe që mund të ndryshojnë mënyrën si e sheh jetën. Dhe ndoshta, vetë jetën tënde. Qëndro pranë, sepse kjo është vetëm fillimi.